Por gjithsesi nuk e mendoj sikur do të ndodh nesër, po këtë analizë bëj se është normale. Po, për t'i vënë pikën bisedës, së fundmi kemi parë një shkrim tuaj për skandalin e fundit, zotin kryetarin e bashkisë. Hetimet e Spakut. Po. E Spakut dhe domethënë jemi përballë fakteve të frikshme, shifrave të frikshme, emra të cilët na sjellin situata që nuk e kishim menduar se do të ishin deri këtu. Çfarë do të bëhet më tej? Duke ardhur për këtu, po më thoshin që Spaku ka nxjerr prova të reja. Dhe pritej në fakt, pritej. Shikon, në radhë parë unë ditë them që duke lexuar atë dosje, unë pash një nivel shumë të lartë profesional, hetuesish, prokurorësh, gjyqtarësh. Nuk e mendoja. Një hetim inteligjent të mendosh që është vetëm një pjesë. Një hetim inteligjent është inteligjent sepse ka kapur një marrëdhënie që tregon se ky është një korrupsion që funksionon në qelizë. Gruan, burrin, mikun, shokun, artistin, komunitetin, institucionin, gjitha hallkat. Raporti Velia Izoza. Pra nuk është thjesht lidhja e ngushtë kryetar bashkie me një biznesmen. Është më shumë se kaq. Këtu ke gjithë ta që përmenda unë plus biznesmeni. Është e kopsitur mirë. Ke dy biznesmen, njëri që u tërhoq nga çështja e teatrit, po nuk dua se ata që mund shikojnë këtë do thonë na lodhët kokën me teatrin. Por që edhe ajo çështja e teatrit pra nuk ka qenë aq është për t'ju thënë të tjerëve sot që kanë pasur të drejtë të gjithë ata që protestonin edhe pse nuk e dinin që ishte gjithë ky gjiriz korrupsioni nga poshtë. Pra edhe në këtë aferë familjare në Dukje, që është shumë më tepër se kaq, ke të përfshirë dy biznesmen të fuqishëm,